Ramadan, welcome holy month. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojm. Salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojm. Elusim Allahu të na mëson khairin, të na sjell dobi nga ai dhe të na shton ilmin. Vëllezër, sot do të ndalemi me disa pika të cilat janë shumë më rëndësi. E kemi titullu temën e sodit Fazat e rëshqitjes. Thot Muhammed ibn Idris, ibn Abbas, ibn Uthman, ibn Shafi'i, kur nesebi i tij arrin deri te Abdu Manaf ibn Qusay, këtu takohet me pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam. Muhammed ibn Idris është imam Shafi'iu rahimahullah, ka lind vitin 150 sipas hijretit në Gazën. Gaza e sodit, e shkatrut, e dërmut. Allahu u lehtësoft besimtarve atje gjendjen e bashkoft këtë ummet e ktheft në Kur'anin dhe në Sunnetin dhe në kuptimin e atyre të dijave, si që kuptuan ata të parët. Thot Imam Shafiu rahimahullah. Imam Shafiu vëllezër është llogaritet prej imamave të tret. Ka ndru jetë Imam Shafiu ka lind Imam Shafiu atë vit kur ka ndru jetë Ebu Hanifja. Ebu Hanifja ka ndru jetë 150 sipas hijretit dhe Imam Shafiu ka lind 150 sipas hijretit. Imam Shafiu ka marrë dituri anë mban botës. Prej mësuesve të tij të parë ka qenë edhe Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Thot Imam Shafiu, hafidhtu al-Qur'ana wa ana ibnu 7 sinin. Wa hafidhtu al-Muwatta'a wa ana ibnu 10 sinin. E mësova Kur'anin tha përmenç dhe unë i kisha 7 vjet. Dhe e mësova tërë Muwattën e Imam Malikut sa është ajo e madhe, e mësova përmenç dhe unë i kisha 10 vite. Imam Ahmed ibn Hanbeli është taku me Imam Shafiun, ka marrë prej tij dituri. A e dini vëllezër, 30 vjet Imam Ahmed ibn Hanbeli në sejdë ka bo dua për Imam Shafiun. Njerësa djali i tij Salihu e ka pa dhe thot: "Araka tad'u lish-Shafi'i wa anta sajid." Tha ja bunej, kana kash-shamsi lid-dunya wal-'afiyati lil-badan. Që vëllezër sa kanë qenë të dashur imamat. Jo si sot që ka hi fanatizmi, të je Hanbeliun jam Shafi, lej ato. Imam Ahmed ibn Hanbeli 30 vite është lutë në sejdë për Imam Shafiun. Masi që ka ndru jetë Imam Shafiu, Imam Ahmed ibn Hanbeli 30 vite ka bo dua. Njerësa djali i tij Salihu i tha, shpeshta çdo herë tha ti bën dua për Imam Shafiun, çka është kjo? Ja bunej, o djali jem, Imam Shafiu ishte si dielli për dunjojën. Sa ka dunjoja nevojë për diellin? Wa kal afiyati lil badan, dhe ishte si shëndeti për trupin. Sa kena nevojën për shëndetin, gjithë nevoja jonë është për shëndetin. Me adhuru Allahun, ashtu si na ka mësua ai subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Imam Shafiu vëllezër, as'abul harami awwaluhu, thumma yashulu, thumma yustasagh, thumma yu'laf, thumma yahlu, thumma yutba'u 'ala al-qalb, thumma yatlubu an haramin akhar. Ta ka përshkru gjithë çështjen e haramit prej kur fillon. Çështja e devijimit si shkon. Fazat e rëshqitjes. As'abul harami awwaluhu. Vështirësia te harami, te mëkatet është e para, mëkati i parë. Ajo është i rëndë. Ajo është i vështirë. Pse? Se ndodhen diçka që e kundërshton instiktin, njohshmërinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe është vështirë. Prandaj ka thonë Abdullah ibn Mas'udi, wa innal mu'mina yakhafu min dhunubihi
كأنه في أصل الجبل يخاف أن يقع عليه. Abdullah ibn Mesudi e ka përshkruajtur thot, puna e besimtarit me mëkatin është si puna atij që gjendet rreth një kodre të lartë. Frigohet ajo kodra mos i bjerë mbi kokë. Kështu thot është fillimi. Besimtari çka i frigohet mëkatit. Mëkati i parë është i rënd. Pastaj çka thot? Thumme yeshulu. E pastaj bëhet ma lehtë. Pse? U thi ajo buroja. Ai turpi u thi. E te i kalove atë fas. Pastaj për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, wa inna al-mu'mina idha adhnaba dhanban kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Atëherë i bëhet një pikë. Nëse besimtari thot Muhamedi alayhis salam boni një mëkat, atëherë çka i bëhet një pikë. Pa që si që vlezër tash u bëhet një pikë, u bëhet edhe një pikë, pastaj çka tha? Thumme yustesag. Çka është yustesag? Pastaj fillojnë mëkatet të gëlltiten. A di çka do të thotë gëlltiten? Kur e han diçka edhe pse nuk ka shije hec. Kan thonë mirësh, patjetër të hash. Msheli hundet, gëlltite, parasije se të bën mirë. E fillojnë pastaj mëkatet me u toleru, nuk prish punë. Thumme yustesag. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in zadet zade. فذلك الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Pastaj kjo ran është mbështellja që e mbulon shëmtimin e mëkateve. Mëkatet janë shëmtuta. E për me bo besimtari mëkate, njeriu që bën mëkate, duhet mëkate çka me jam mbulu dikush. E kush atëherë del ajo ran. Kjo ran është e që i mbulon mëkatet, i mbulon turpet. Fillon njeriu mos me pas më shumë turp. Pse? Në zemrën e tij fillon një stres tjetër e cila quhet ran. Ajo mëkatet të cilat janë të frikshme, turpshme, fillon me i mbulu. Gjoja se kimo nuk i sheh ato. Thumme çka tha? Fillon etapa kush? Etapa e katërt. Thumme yu'laf. Mëkatet mo çka bëhen shprehi. Mësohet ki me bo mëkate. Ki tash bon mëkate. Thumme yu'laf. Allahu subhanahu wa ta'ala shiqoni çka thot, ta lexoj ajetin prej fillim se bëhet fjalë të fundi ajetit. Thot Allahu: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah." Shiqo çka thot Allahu më fund: "Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." E Allahu thot ato të cilët bëjnë mëkate, e kujtojnë Allahun xhelleshanu, nuk ka kush që i falen mëkate përveç Allahut, por me kusht walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dhe ato nuk e bëjnë mëkatin shprehi. Walam yusirru, pendohen tek Allahu xhelleshanu dhe largohen prej atij mëkatit. Ndoshta pas një kohë bëjnë mëkat tjetër. Ama atë mëkat nuk e përsëritin. Prandaj ka thonë Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, la kebirata ma istighfar wala saghirata ma al-israr. Edhe mëkati kur është i madh, nëse robi bën istighfar, pendohet tek Allahu, shlihet mëkati. Por edhe nëse është mëkat i vogël, i cili përsëritet, nuk ngelet më mëkat i vogël. Shqoni çfarë kaide, çfarë rregull? La kebirata ma istighfari wala saghirata ma al-israr. Nuk ngelen mëkati i madh kur robi pendohet prej atij mëkati, po edhe mëkati çka është i vogël nuk ngelet i vogël nëse robi ato çka bën vazhdimisht e përsëritën. Kjo çka ishte thumë me yu'laf, mëkati bëhet shprehi. Sunrin e mo ki pa atë mëkat. E bën mëkatin vetëm se i bëhet shprehi. Ama ngelen një fazë tjetër që akoma është më e rrezikshme. Edhe ajo kush është faza e pestë. Thumë yahlu. Fillon mëkati t'i bëhet i amël. Del edhe thot, çka kon ma bëhet dje. Çka kon bëhet dje, mos vet. Besimtari kur bën mëkati akoma i duket i keq, vallahi ti ka hajër. Po kur mëkati fillon, edhe me të dhonë shije se është i amël, thumë yahlu, atëherë kjo është rrezik. Allahu xhelleshanu për këtë vëzër thot në Kur'an, ku Allahu xhelleshanu thot: "Zuyyina lilladhina kafaru al-hayatu ad-dunya." Zin,
i bën të bukura çështjet, mëkatet i bën të mira, mëkatet i bën të ëmbla. Prandaj Allahu çka thot, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, bën mëkate, e lufton fen, pastaj shkon te familja vete, shkon te njerëzit e vet, shtrihet dhe kënaqet ato çështu kombo, ju tregon çka ka bë, si e ka luftu fen, si i ka përqesh besimtarët e kështu me radhë. Thumma yahlu, kjo ishte faza e 5, bëhet mëkati i ëmbël. A dini vëllezër çka vjen e para fundit? Thumma yutba'u 'ala al-qalb. Pastaj vjen atë bëhet mëkati i ëmbël, Allahu të ka prit deri këtu. Derisa mëkati e ka pas shijen e keqe, shijen e idhur, Allahu xhaleshanu kalon. E din Allahu se çka do të bësh. Ama Allahu kështu i ka vendu proceset e tia. Kur fillon ti me u kënaq me mëkatin, Allahu xhaleshanu e din se mos ka prap. Thumma yutba'u 'ala al-qalb. Pastaj vjen vula. E vulosen Allahu xhaleshanu zemrën. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Çka i than pejgamberit alayhis salam, wa min bainina wa bainika hijab. Ti edhe nëse na thret neve, ne nuk dëgjojmë. Edhe nëse na flet neve direkt, ne ti nuk shohim. Zemrat tona janë të mbyllura, nuk shohim ti, as të ndëgjojmë. Pse? Se Allahu subhanahu wa ta'ala wa ka vullos atire zemrën. Pasi që vulloset zemra, çka? I ka kriki ato mëkate, çka ka mund. A din çka bën? Fillon me bo ijtihad. A dini çka është ijtihadi? Ijtihadi është një mesele vëllezër që duhet me gërku, me bo hulumtim, me marr libra, çka është puna e kësaj. Për shembull ka lidhje me talakun, ka lidhje me diçka dhe ki mledh nxan si fes, që ka zotësi, i mledh libra, çka kanë thonë imamat për çështjen e, si shembull, çështjen e talakut, çka kanë thonë për çështjen e haxhit, çka kanë thonë për çështjen e minës, me qëndru mos me qëndru, nëse nuk qëndrojmë, bën ijtihad. Domethënë atë çka ka pas dituniki e ka harxhu, tash kërkon hala diçka më tepër. Dhe ki mëkate çka i ka në afërsinë e vete i ka bë të gjitha. Kërkon bën një mëkat që se ka bë askush. Thumma yabhathu an haramin akhar. Dëgjona që dikun bëhet një lloj mëkati. Çka bën këto zullumtarët, qafirat? A i bën kreta mëkatet që i shpaloj Allahu xhaleshanu, po prap ato shikoni çka bëjnë? Përhapin lufta e gjëja tjera vetëm turpet mos ju dalin. Kjo lufta çka ndodhen tash, gjithë financojnë që ato taj ishulli që kanë bë krime, për me i largu shikimet e njerëzve, mendjet e njerëzve, pa tjetër me pru diçka më e madhe se sa ajo çka kanë bë. Edhe filloi lufta. Çka bën këto kur i bën gjitha mëkatet? Zina, i ndrun edhe gratë e tjera, thonë, ne dona të bëjmë zina me fëmijë të vogël. Çto se kena bë? Kush na mundson këto? Thumma yabhathu an haramin akhar. Nuk ka haram i fund. Harami asnjëherë nuk ka fund. Ato vetëm që shtu dëshkojnë, bëjnë diçka, vetëm me bë diçka që nuk e ka bë ai më herët. Thumma yabhathu an haramin akhar. Prandaj Imam Shafiu rahimahullah çka tha, as'abul harami awwaluhu. Harami, rruga më e vështirë te harami, faza më e parë është e para. Thumma yashulu, pastaj bëhet e lehtë. Thumma yustasagh, pastaj bëhet e pranueshme, bëhet e tolerueshme, gëlltitet. Thumma yu'laf, pastaj bëhet shprehi, bëhet pastaj shprehia e gjë e mirë, të bëhet diçka pjesë e programit tënd. Thumma yahlu, pastaj bëhet e ëmbël. Thumma yukhtamu 'ala al-qalb, e gjashta pastaj i vuloset te zemra. Thumma yabhathu an haramin akhar. Lusim Allahun xhaleshanu që të na mbron prej fazës parë deri te fazat e fundit, të na forcon Allahu xhaleshani imanin, të na i merr shpirtin me iman, të ringjallën si besimtar dhe të qëndrojmë para Allahut si besimtar dhe të jemi nën hijen e arshit Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit, dhe të na shpërblen Allahu me xhenetet e larta. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.